Partitë politike tashmë kanë bërë publike edhe listat e kandidatëve për deputet për zgjedhjet e datës 11 maj. Por si i shohin qytetarët listat dhe emrat e kandidatëve? Në opinionet e përcjellë për Blu Televizion, qytetarët e Vlorës shprehin mendime të ndryshme. Vetë ata shprehen edhe mbi faktin nëse do të shkojnë në votimet e datës 11 maj, por edhe mbi interesin që kanë për këtë fushatë e zgjedhjet. Kandidatëve na PS dhe na PD-ja, e keni dëgjuar? E kam dëgjuar. Si u duket? Tani çfarë mund ata vetë kanë zgjedhur, po ato figurat e vjetra janë shumë të kosomo, nuk duhet të zgjedhin ata. Që na dirtan shehu e të tjerë me radhë. Çoçuna të rinj. Po këtu në Vlorë si u duket lista? Mirë. Ju vetë do të merrni pjesë në votim? Do të marr si sot më. Është mirë që është ndryshuar, janë hequr të vjetrin me të rinj. Do të ishin të gjithë të vjetër to valla. Të ishin vetëm të rinj. Se më të interesoshëm. Për politikën pse? Pse na pëlqen. Ku jetoni ju? Ne jetojmë në Vlorë, po s'kemi mundësi. Jeni lodhur nga politika? Jemi shumë të lodhur. Do votoni këtë? Qikoj, do mendohemi. Po pasoja i ka shuar tërtërio vëlla, po doja ka ata kërrat që kanë qenë Saliu që në kone dushës atë. Që u kam qenë unë 30 vjeç, unë jam 70 vjeç, Saliu është 90 vjeç, prap Saliu, me Saliu do vemi prap, pastaj Saliu e do gjithë Vlorën për Vlorë, prap me Saliu do vemi ne. Do votoni? Po do votoj, si do votoj. Votoni, do të merrni pjesë në votime? Po patjetër. Mendoni që duhet të ketë akoma investime për Vlorën dhe këta për deputetët e rinj që do na Po përfaqësojnë? investime se po bën ky burr atë që është sot, në këtë sot ky Etiram nuk do të ketë burr më gjithë vit në botë. Jo. Po ne fillon në zë, fillon në luftë, në 97 sot dolëm ja ku jemi, jo, po mrekulli Zotit. Hapësira dynjaja, gjitha dynjaja, jemi shumë të kënaqur. Do votoj. Si u duket lista? Çka kam para akoma. I keni dëgjuar në media kush janë? Diçka kam lexuar. Ka dhe të ri. Ka. Cili është komenti juaj? Bëjnë mirë që ti transfuzion gjaku. Është kohë, duhet të kishte ndryshe. Duhet ka ardhur po. Duhet ta bëjnë të gjithë veç, të gjithë. Po shkoj, edhe para një lista mirë. Sa? Po duhet ishte më mirë. Mirë do ishte të ishin tërë vlonjat. Kurse këta të tjerët janë të rinj. Janë, mase edhe është edhe më mirë me këta të rinj, po sepse ne duam edhe dorën e vjetër, do. Kur listat e kandidatëve tashmë janë bërë publike, duket se edhe qytetarët po njihen me to, ndërsa ndajnë opinione të ndryshme si për kandidatët, ashtu edhe për partitë politike.